Dhe nëse bëjmë krahasim ndoshta me libra të tjerë të themi, të shpallur, do të vërejmë se në Kur'an, në librin e Zotit, dituria, më thënë, leximi, hulumtimi, studimi, zonë një vend shumë të rëndësishëm. Koha kur ka zbritur Kur'ani është shumë e çuditshme, që më thënë mi dhon kaq rëndësi të madhe diturisë. Më thënë ka qenë një kohë që nuk ka lulëzu të themi me shkencë dhe me arsim. E mirë po, pasi që fjala e Zotit është për çdo kohë dhe për çdo vend, Allahu i madhruar, për shembull e ka barazuar dëshminë e dietarëve me dëshminë e vet dhe me dëshminë e melekëve. Allahu ka treguar se ekziston një dallim shumë i madh midis të diturve dhe të paditurve. Dhe thot, më thonë në një pyetje retorike të themi, thuaja janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala i ka ngritur dietarët, duke thënë se Allahu i ngrit ata të cilët besojnë dhe ata të cilët kanë dituri. Këto tekste në grada të larta. Këto tekste dhe shumë tekste të tjera tregojnë se dituria është, më thënë, nuk është një temë dytësore ose një temë e rëndësishme, po kjo tregon se dituria është diçka elementare. A ka ndonjë lloj kundërshtimi apo me qytë kolizioni apo mes asaj që është dituri fetare edhe dituri tjera që janë me qytë shkencat eksakte, shkencat? Ato që arrin një shkencë e mirëfillt, një shkencë e bazuar në fakte, në argumente, në dituri, asnjëherë nuk mund të kundërshtohet me atë që e thot Zoti në Kur'an ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për arsye se janë ditë të vërteta që e kanë një burim. Kush i krijoi ligjet e fizikës në natyrë? Është krijuesi. Nuk ka mundësi fjala e krijuesit, është absurde. Domethënë është utopi që ndonjëherë të kundërshtohet, domethënë mësimet e fesë me të arritura shkencore. Për çfarë edhe muslimanët unë mendoj për dallim prej krishterizmit. Nëse e marrim krishterizmin, për shembull krishterizmi çfarë qëndrimi ka pas në mesjet ndaj shkencëtarëve të ndryshme. Për shembull kemi Galileun, Kolombon, domethënë kanë pas qëndrim refuzues për arsye se ata kanë menduar se çka do që e thot një shkencëtar, edhe pse është thënia e tij e ndërtuar mbi fakte, nëse vjen në kundërshtim me qëndrimin e kishës, atëherë kjo është trajtuar si herezi. Te muslimanët jo, muslimanët ndonjëherë ndoshta janë lodh për të gjetë një përgjigje unifikuese mes një zbulimi shkencor dhe një të vërtetës kuranore. Mirë, po deri më tani nuk ka diçka që shkenca e thotë dhe e mohon Kurani. Nuk ka diçka të tillë. Rinia në vend se me i përvetësu këto cilësi pozitive, këto vlera pozitive, i përvetëson disa gjëra që i shohin tek të tjerë. Këto në shkencën moderne të psikologjisë e quajnë presioni social apo shoqëror, i cili ndikon që ata me i përvetësu disa vlera, pse ndoshta nuk ju pëlqen, po për shkak të presionit, për shkak që me mbet apo me qenë të famshëm, e detyrojnë vetën me i përvetësu disa cilësi negative. Po, është vërtet, me thon vetë fjala adoleshencë është ajo periudha e ndryshimit. Periudha e ndryshimit jo vetëm biologjik, po edhe psikologjik, do me thonë ndjenja, ndërtimi i karakterit, i moralit. Tash për shembull, e keni edhe problem ndonjëherë kur thonë mi këshillu ata që kanë më të vjetër. Çka thonë, po nuk ndryshon më. Pse? Se ka formuar karakterin e vet. Po ajo që dallon kohën e kaluar me tashmë është se kohën e kaluar ndoshta ka pas presion vetëm shoqëria, rrethi ku ka jetuar ose ka qenë më e kufizuar. Më e kufizuar ka qenë. Ndërsa sot është shumë më e vështirë. Sot domethënë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet 24 orë domethënë janë presionuar të rinjt adoleshentët nga bota e jashtme. Nëse na për shembull nuk marrim masa, duke filluar prej familjes, rrethit ku jeton, shoqërisë, atëherë vërtet është shkatërim i madh. Dhe ashtu si shtatë në fillim të thonë te pyetja se kjo bën që të rinjt adoleshentë që janë, edhe nëse e shohin të vërtetën si të vërtetë, presioni që bën nga bota e jashtme, për shembull shumica,
se këto është problemet e shumica. Tash nani Esin mbas shumicës. po nëse i thojna pse e bën kështu, po e di valla po shumica. Po na për familjet tona nëse bëjnë diçka që nuk është për Islamit, përgjigjja tjetër është Krete bojnë. po këtë e bën. Po. Allahu në Kur'an na e gvereqen, në thotë se kush është shumica? Shumica wa aktharum al-fasiqun wa aktharum al-kafirun. E shumë au aktharum la yu'minun, la ya'lamun, do thonë nuk din, janë pa besimtar, nuk falenderojnë. Atë gjëri ka specifikuar pakicën, që është pakicë, po është në rrugën e drejtë. Në këtë duhet ta pasojmë. E tek të rit mendoj se në mungesë të shembullit të mirë, për shembull, që është në mesin e adoleshentëve, bën që ata të hupin vetë besimin fillimisht, edhe pastaj ata të ndjekin modele të tjera. A ka më mirë se një iri në kohën e sotit, një besimtar, me marr shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fillimisht. Pastaj shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kanë qenë mosh të ri për shembull, po kanë lënë vlera. Nëse këshyrim tash në kohën tonë pra bashkëkohore, që qysh mund me vrejtë dhe me analizu, është një lloj një farë krize identitare, dhe është një qërientim i përgjithshëm. E kjo do në gjathat më të maj ka që është prej një mendësie materialiste, pra paka shumë që gjithçka duhet me kuantifiku, me llogarit, me pare, me u numru. Pra. Nëse nuk numrohet, atëherë s'ka vlerë. E kjo është shumë problematike, me qenë se gjërat më të shtrenjta jo nuk janë të mbrumshme. Nëse dojmë u kthy në bazë, nëse dojmë më kon rahat, nëse dojmë më kon me çmetro tamam, atëherë do të më kthy në bazën tonë që është pra Islami apo lidhja me Zotin. Pastaj këto vlerat të cilat i imponon koha, sot është vlerat neoliberale për shembull, të cilat i fryn shumë hapjes gjithçkahit, apo secilën vlerë me konsideru fluide. E pa kufizuar. Edhe e pa kontrolluar, do të thënë edhe e pa menaxhuar. Pra është pastaj problematik në vetë, po nuk do më u fut në ato, po thjesht po do të thonë që kur t'jen këtë presion, pra një rrethanave të tilla, veçantë na ku jetojmë këtu, pra padyshim që ty duhet më kthy në bazë. E baza është pra lidhja me Zotin, edhe vlera tjera të cilat në një kohë quajmë vlerë, në kohën tjetër quhet pastaj antivlerë, nuk duhet me kthy kokën shumë tek ta, po duhet më kthy në bosht. Në bosht nëse kthehemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne mundohemi përkufizu shtyllat kryesore të identitetit të tij që e ka paraqit, e që duhet më kon model për neve, e shohim që ka besimin të parën. E dytën e ka drejtësinë, tretën e ka ndershmërinë, edhe të katërtën e ka modestinë apo thjeshtësinë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës tij asnjëherë nuk ka treguar ndonjë mangësi në besim. Gjithashtu u kon i drejt edhe me kundërshtarin më të ashur, më të madh, edhe me kundërshtarin më të padrejt. Pra gjithmonë e ka trajtuar me drejtësi. Në jetën ku e shohim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kon i ndarshëm, se kena përshëndim vetëm pjesën morale sepse është e padiskutueshme. Po edhe ndershmëria në kuptimin e besnikërisë. Ndershmëria që përmende në një libër shkollor, përmendet çka është ndershmëria. Ndershmëria është kur njeriu me çdo veprim e synon të vërtetën. Po. E kjo ka qenë pjesë e pejgamberit. E jetës modelit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sinonimi asaj. Sinonimi ndershmërisë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që është shujt el-amin edhe as-sadiq. Po. Pra nëse shohim pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i drejt, besnik, po gjithashtu edhe dikush që nuk e ka tradhtu. Gjithashtu nëse marrim edhe aspektin e modestisë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë pejgamberi i Zotit. E ke pa, do të thënë, situata ndryshme kur ka jetu një jetë thjesht, modeste, pa pretendu asgjë që lidhet me të mirët e kësaj bote. Si i trajton Kurani, libri i Zotit, lajmet e rreme dhe përhapjen e tyre? Allahu Dhu Xhelal kur i përmend edhe këto çështje në Kur'an, flitet për to për arsye se janë çështje shumë madhore. Do të thonë, nëse i marrim shkele shko edhe i neglizhojmë, ja na shkolojmë, nuk i zëm për të madhe shumë, pasojat pastaj do të jenë shumë të rënda. Do thonë me dëm shumë të madh dhe shumë të gjerë. Ju të cilët keni besuar, nëse vjen tek ju një fasik dhe ju përcjellë ju në lajm, konfirmoni, vërtetoni lajmin, që të mos goditeni me ignorancë. Do thonë, do mos marrja e informatës pa verifikuar do të ketë pasojat e saj. Dhe shiko se si Kurani e potencon, do të thonë si e vlerëson Kurani përcjelljen e lajmit pa e ditë burimin,
pa e verifiku thënsin, pa e verifiku argumentin, pa e zbulu çështjen drejt, pa e sqaruar mirë, fund me e kthy tek ata që e din mirë çështjen në komentin e dietarëve apo njerëzve të konkret që të cilët e përcjellin lajmin e kështu me radhë. Edhe flet Allahu dhe gjaj thot fasik, njeriu i cili nuk javnon menën informatës që e transmeton. E komar. Dhe kjo shpesh në ndodh kur, se jo çdo herë njeriu mund të jetë ai që e bën e partë informatën e gabuar ose informatën komplet treme dhe trilluar, më kanë njeri që qëllimisht e bën atë. Kur e bën pa vetdije, kur e bën edhe me një farë neglizhencë, atëherë dëmi është i njëjtë. Ndesh e bën me qëllim të keq, apo je për atyre që nuk i vënon fare veshën mirë informatën, po vetë them diçka, dëmi është dëm. Na hadiner harrojmë çfarë peshë mund të ketë fjala. Allahu Dhu Xhelal për me përmisu, domethënë njerëzimin, dërgoi fjalë. Pejgamberi sa misionin e tij e përcjellë me fjalë. Dhe Allahu Dhu Xhelal i thotë se nuk keti më tepër se të kumtosh fen. Nuk e dha nuk e dha më tepër përgjegjësi ose nuk e dha detyra tjera, nuk e angazhoi me diçka tjetër. Fjala. Edhe fjala, ndoshta mund me kanë fjalë goje, por kur është e gabueshme, më thonë mund me ardhë dhejtë pasojtë. Për qatë Kurani, fillimisht, kur e merë këtë çështje dhe e trajton në një, e quan fasik personin i cili mirët me këto gjëra. E dyta, e quan ignorancë punën që do të kesh pasoja të tilla që vetëm një ignorant. Dhe ka ma shumë hije një shoqërisë që ku dominon ignoranca se një shoqërisë si është shoqëria e Islamit, që është shoqëria e dijes. Ta pranosh që je musliman. Detyrimisht e ke pranuar që ti nuk ke ra në hadithin e pejgamberit se që ka thënë muslimani nuk gënjen. Edhe kur thot nuk gënjen muslimani, po nuk ka thënë për shembull në hadithet që i kemi dëgjuar se muslimani për shembull nuk vjedh, nuk bën gënjeshtër është çështje e madhe, se me gënjeshtër vin pjesë e tabiatit, vin një grumbull as zinxhir i të këqijave që ka vinë pastaj. Në pe asajna. Kur mendojmë rreth kushteve të Islamit që janë shtyllat kryesore dhe ibadetet kryesore, e shohim që njërin prej tyre Allahu e ka bërë obligim një herë në jetë, për shembull zakatin. Një tjetër e ka bërë një herë në jetë, haxhin. Mirë, pse namazin çdo ditë? Madje jo vetëm çdo ditë, po 5 herë në ditë. Që do të thotë se haxhi, këtë rast po e përmendin si shembull, i jep besimtarit atij që e kryen haxhin, i jep një energji dhe e mbush që nëse mbushet mirë i mjafton për të njëjtën. Thot Allahu në suar ki nevojë vazhdimisht. Pse? Pse duhet me lën punën? Pse duhet me lën muhabetin? Pse duhet me ndërprej, po them, shoqërinë, çdo që të kesh aktivitet, duhet me ndërprej. Pse? Se në këtë moment unë do të më lut Allahut, do të më fal, do të më kryej obligimin. Pse? Sepse unë po vazhdon ai më sheh. Ajo është po mua që unë jam neglizhent ndaj namazit. Pastaj kryerja e namazit në këtë formë të shpeshtë, në 5 ditë. Se në anën tjetër kish mujt me ardh namazi, më obligu namazin, më rami kur të vini. I kryen namazet edhe mirë, po Allahu dën me mojt. Janë disa që ashtu e kanë kuptuar. Gjatë ditës do të thonë nuk gjejnë vakt, kanë mundësi me gjetë, pastaj kur vjen ata, kur kthehet i punë, pushon pakës, e han darkën ai pastaj vjen koha namazeve. Megjithëse na po gjejmë ku për gjithçka. Po gjejmë ku për kafe, po gjejmë ku për shoqëri. Që i bjen se problemi dikon tjetër, jo te koha. E këto, do më thënë, përmes namazit, normal që Allahu don tek njeriu me i realizu shumë qëllime, një prej tyre edukimin e mirëfillt, po edhe edukimin shpirtëror. Ka dalë, se ka koha që unë duhet me ndërprej tash çdo punë, çdo aktivitet temin, është koha me ju nënshtru Allahut i cili deri që tash mëdha jetë, me mëdha shëndet, mbrojtje, me bën gjithë ato, dhe unë po i them faleminderit o Allah. Po të falenderoj që prej mëngjesit, prej sabajt, kur kom fal sabajt deri në drek, jam shëndosh e mirë. Po vaj që nuk është shëndosh e mirë, nuk do thotë që lirohet për namazit, se Allah s'marrujt e shënetën, unë tash s'po falna. Mirë, po në mënyrë të përgjithshme, duhet që Allahu të falenderohet, pastaj vazhdimisht të ushqehet ajo ndjenja se unë jam nën përkujdesit Allahut. Me qenë e shqiptarët, sipas kësaj historie që më ka më tregu, do të ishte mirë. Ai thotë shqiptarët ndohen tre
kategori, në 3 grupe. 3 nahije. Po, shqiptarët, grupi i parë janë shkodrant. Thot, ti një fjalë, a i ngjuhën ka, me njerë të këthe. Refleks, tak? Na të gjuhën tonë, tak. Pas e thot Gjakavart, grupi i ditë, ti një fjalë, a i, thot, veç pak, e nëzirë për gjepit, ta këthen, për gjigjen. E kanë gjep. Edhe në tjerët krejt, nesit në kujtohet, S'ka në ka thamë. pse nuk i thamë. E që ki grupit tret, për këta probleme është i mirë. Po, Me qenë ne bëjmë sabër pak, edhe i lamë punë për nesër, kur kemi probleme. ose Tash ne, pasi që ti mendoj. realisht, tash në përgjithësi po flasit. Mund edhe unë me qenë pjesë, po edhe në fundit jemi. Ne. Po. Edhe ne jemi njerëz. Shembëll në ku duhet, nuk bëjmë sabër. Ku s'duhet bëjmë sabër, interesant. Me qenë se kena mundësi pak durim me ba, nuk ndodhin problemet. Qofshin probleme familjare, qofshin probleme në punë ku jemi, qofshin probleme në për xhamia, ose në qarshi, ose në për kafe, ku do që jemi. Jeta janë është shumë e komplikume. Dhe më thonë, mundesh me qenë mirë të shpija, si të dash jashtë, nervozon dikush jashtë, edhe ma e keqja, kur nervozën, ne mundohemi me nxjerrë me dikat që është më i dobët. Po sëririsht me gratë tona, me fëmijët e tonë që nuk kanë rregull. Ose në familjarë tonë që në ndigjojnë e respektojnë. Para çka Muhamedi e Islam si e ka po sjelljen me bashortën e vet dhe me fëmijët e vet, shumë korrekt ka qenë. Shumë korrekt, Ka qenë vërtimisht në shërbim të familjes. Po, shërbim edhe i ka përkthejë fëmijët, i ka këshillu fëmijët edhe nuk është nervozuar. Përkundër Forcën e ka tregu aty ku duhet me tregu. Normale. Tash s'pe themne se kina në vend forcën ku me tregu, më s'ke që kuptohemi. Se tash ajo forca intelektuale tregohet me ndonjë punim shkencor. Po Forca e oratorisë tregohet kur del edhe. Vetëm mere përcjellë këtë, për shembull një grup i bajgi i madh i shqiptarëve. Pa marrë pasi çfarë feje kanë, nuk kanë probleme çfarë feje kanë ose çfarë shame bëjnë, çfarë debati bëjnë, që realisht njeriu mos më pa sabër duke lexuar ta nervozohet. Edhe jo më nervozohet, po është mirë me bëj analiza pse kemi arrit këtë gjendje. Edhe nëse kam disi e kishim shtjellu këtë ndonjë ilaç me ja gjetë ti problem. Jeta zhvillohet mbas meritokracisë në çdo gjë. Jo vetëm në pozitat të larta ose funksionet të larta shtetërore. Çdo kujt jepja pozitën e merituar. Domethënë na këtu duhet të koncentrohemi që të mos ketë hatër në çdo gjë. Qoftë edhe në gjërat më thjeshta. Sepse kjo porosi nuk është vetëm porosi, por është parim jete. Për të na shkuar mbar jeta në gjitha rrafshet e jetës, duhet të koncentrohemi në dhënien e detyrës me merit. Domethënë, kjo është porosi e fesë dhe porosi e Zotit, e pejgamberit, që na të veprojmë mbas këtij parimit. Në momentin që na shkalojmë këtë parim, atëherë do të na vinë çrregullime dëmës. Dhe kjo është e vërtetuar në jetën tonë. Çdo herë kur kemi pas hatër ndaj dikujt që nuk e ka merituar dhe e kemi ditë që nuk e meriton, po i kemi mëshirësit. Edhe shpesh herë kështu na ndodhem. Edhe mendojmë se edhe rezultati vjen për hatër. Thjesht na zhvillimi i jetës është në dorën tonë. Ama rezultati ka rregull. Rezultati ka rregull. Dëshirojmë sukses. Po rezultati s'ka hatër. Na mund ta menaxhojmë jetën mbas të hatrit, ama rezultati nuk vjen mbas të hatrit. Vjen mbas të meritës. Ashtu që e ke mbjell, ashtu edhe e korr. Tu mendu se thjesht na jemi muslimane, falim namazin, i kryjmë disa rregulla, por këtu në këtë çështje do të bëjmë pak hatër se ndoshta e kalojmë ashtu. Këtu na e shfrytëzojmë këtë, domethënë si hile, dhe çdo herë rezultati nuk na ka ardhur ashtu që e kemi paramenduar. Me një farë mënyre po ja na shkalojmë. Edhe
dyqysh na u ka bë pjesë e kulturës to. Kjo është e keqja. Dhe nuk jemi të vetëdijshëm se çka jemi tu bë. Shpesh herë unë tham kështu, veç punon mbet lodhja pa rezultat. Por që kur është ndërtuar shteti dhe kur është vendos me këshillën dhe me punën edhe të faktorit ndërkombëtar, mendoj që ata cilët e kanë ndërtuar këtë kushtetutë, duke pasur tërësisht formimin sekular, tek ta, ndoshta e kanë bërë këtë qëllimisht, ndoshta edhe për t'i kënaqur ndërkombëtarët, po edhe për t'i zbatuar parimet e tyre që feja sa më pak t'jetë prezente në jetën publike, e dukshme në për institucione shkollore, që t'jeshtë imazhi i shtetit tonë, sepse Kosova do të ndërtohet si një shtet laik, këtë rast sekular, një shtet demokratik, një shtet liberal, një shtet e cilin feja nuk duhet të ketë një pamje qendrore, që mos portretizohet në botën perëndimore e cila ka sponsorizu, ndërtu dhe ndihmu më së shumti krijimin e shtetit Kosovës, një shtet me një imazh tillë, natyrisht nga frikat dhe përvojat e shteteve, luftat më hershme me shtetet në lindje, shtetet islame. Por ajo mendoj që ka qenë gabim, sepse gjithmonë çdo gjë të cilën të lufton ai reziston më shumë dhe bëhet më ekstreme në qasjen e saj. Edhe ekstremizmi i prodhohet zakonisht nga islamofobia e tepruar, sepse këto janë dy anë të kundërtat njëjtës monedhe, cilat nuk mundin me jetu pa njëra tjetrën, dhe njëra ekstreme prodhon tjetrën. Ekstremizmi fetar prodhon islamofobi të urryer. Islamofobia e madhe prodhon ekstremizëm, sepse dy porët portretizojnë armiqësi të madhe dhe gjykim bardhëzim me njëri tjetrin. Në këtë rast mendoj që kanë gabu, sepse Kosova është shumicë muslimane, edhe besimi është kategori e brendshme shpirtërore, po dhe shoqërore dhe jashtë me individi, që individi ka drejt vetë si dën ta përcaktoj mënyrën e jetesës dhe organizimit jetës tij. Mendoj që e kanë tejkalu popullin e vet, e kanë paragjyku popullin e vet. Unë kam lexuar dikun se shumica e kushtetutave i japin shumë rëndësi të drejtave dhe lirive të njerëzit. Dhe në shumicën e kushtetutave të shteteve të ndryshme, këto janë bazike. Si është e mundshme që ti të thirrësh në kushtetutë, e cila thotë se shteti i Kosovës është shtet sekular ose laik, sipas versionit shqiptar, në të njëjtën kohë, me këtë veprim ti ushtron një lloj apo bën një lloj diskriminimi, një lloj shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut. Ajo që është, mund me thonë ajo që thonë devil, djallin mes detajeve, është që në perëndim, në përgjithësi, respektimi drejtave njeriut prevalon, ka e përsi ndaj interpretimit ose përdorimit si argumentim të karakterit të shtetit. Sepse karakteri i organizimit të shtetit është aspekt formal. Shteti i lirë, i pavarur, demokratik, jo demokratik, formë tjetër e qeverisë, autoritative, etj, monarki, etj, totalitar, multietnik, monoetnik, etj. E shohim që Allahu subhanahu wa taala do të na bëjë me dije, o ju njerëz, përgatituni për një kohë në të cilën nuk ka më vepra, por ka gjykim. Ka llogarimo. Prandaj, siç kanë thënë dietarët apo një prej tyre dhe Omeri radiallahu anhu ka thonë ne llogaritni veten para se të llogariteni. Për këtë arsye ka përmendur Allahu thotë dhe matni veprat tuaja para se të matni. Po, për këtë arsye atë ditë Malik Yawmiddin e përmendëm se në atë ditë nuk ka më pretendues se ai një gjë e ka gajle. Ato të shpëton prej zjarrit të xhenemit dhe të hyjë në xhenet. Pra atë ditë do të kesh llogari. Te kjo fjalë thotë çka thënë dietarët tonë tash është një farlloj si kërcënim. Se dijeni se një ditë keni me dar para Allahut subhanahu wa taala do të pyetini për veprat e tij. Mos ta harroni edhe çata pjesë. Po, siç ka ardhur shumë në hadith, në ajete të tjera që nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa ana adhabi huwa al-adhabu shadid. Apo adhabu al-alim, siç ka ardhur në ajet. Pra lajmëroj robët e mi se me të vërtetë mëshira jem është e madhe. Mëshira jem, domethënë unë jam mëshirues dhe fali. Mirë, po edhe ndëshkimi jem është ndëshkimi i dhëmshëm. Se Ibn Qayyim e thot një fjalë shumë të rëndësishme për këtë çështje, pra. E përshkruan që ta kuptojnë mirë, sidomos kur çështja kjo lidhet me frikën dhe shpresën. Shpresa në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe frika nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Çka përmend Ibn Qayyim? Ibn Qayyim thotë, përmendoni sikurse një shpend. Ai shpendi ka kokën e cila është dashuria e Allahut. Pra koka e shpendit dhe dashuria. Pa të nuk mund të jetë gjallë, nuk mund të mbetet gjallë shpendi, po, ngordh.
E tash, shpresa është nënën e gjatë të krahut, pra në krah, në frika është në krahun tjetër. E tash ky shpend, është interesant pse ka përmend shpendin. Se shpendi nuk ka, domethënë, mundësi tjetër për t'ju hik gjahtarëve, për t'ju hik, domethënë, egësirave, vetëm se nëpërmjet fluturimit. Ata ka armë të tij. E nëse njëna mungon, njëni krah është i lënduar, ai nuk mund të fluturon. Pra këtë aftësi që Allahu ja ka mundsuar për të hik dhe për të shpërtuar, aty i bie poshtë. Edhe pastaj është pre e lehtë e gjahtar. Me nerë e kap. Edhe prandaj kështu ku duhet me qenë besimtari. Pra duhet me pas dashuri. Po. Paraspesh. Po, duhet një paraspesh, duhet me pas dashurinë kjo që nuk ka, domethënë nuk kontestohet hiç. Dashuria duhet me qenë patjetër ndaj Allahut subhanuhu teala. Mirë, pastaj do të jetë mes shpresës dhe frikës që tjerëse i dobishëm fluturimi, pastaj edhe e mira e tij në këtë dynja, pra mirë qenia e tij në këtë dynja. Pra do të jetë mes shpresës dhe frikës. Atëherë inshallah do të jetë rrugë të drejtë të cilën e ka porositur Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij. Këtu e kam atë qëllimin të sjellja bisedën. I thot ja ejuhel muddathir kum fa anzir. Do të thonë shiko, tash i vjen Xhibrili, çato ajetet që i pranoi atje u bë pejgamber. Tash vjen te shtëpia shtrihet e vjen Xhibrili thot o ti i mbështjellur. Ai ka epitetin pejgamber, u bë pejgamber, nuk i thot o pejgamber. O i mbështjellur. Ja ejuhel muddathir. Thot kum fa anzir. Tash këto ajetet që i pranove nuk të kanë ardhur për mushtri. Nuk me regullu çështjen tonë individualisht, pikërisht, po. Është me ndryshu shoqërinë. Do me thonë, ti sa ambicie ke pas, sa shumë ke hec, ke ardhë këto, deri sa ka ardhë momenti me tarë këto ajetet, po vjen për shtrihesh, ku janë ambicjet, me thonë, ringjalli. Kom fender, jo, ti tash ka ardhë përgjësi, ke punë, ke, me thonë, detyra, edhe çka ngritu, kom fender, edhe tërheqjar, ti për çka të sjelli këtu të shpella? Me thonë, degenerimi i shoqërisë. E tash ti këtë do me ndryshu shtrit? Jo. Ki mu ngrit, në gjallë ambicjet, edhe, do me thonë, ta ndrosh këtë shoqëri. E pastaj, për me ndru diçka, vetë nuk bëhet. Edhe po ashtu ajeti kuranor, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndron gjendjen e popullit përpos derisa ata përpiqen ta ndryshojnë atë gjendje. E kërkohet çka? Kërkohet personaliteti ambicioz. Këtë me ambicie. E ka gjetë shokun e vet Abu Bekrin, jo tjetrin, edhe bashkëshortën e tij ka pas shumë një mbështetje. Edhe dal nga dal veç ka fillu. 3 vite fshehur azi. Pastaj Allah jep garancë hap tazi. Ai pastaj pat prej shokëve publikoja ata që të shpallat. Po, për ta publikuar, domethënë tash do të në mënyrë publike, se është thirrje universale. Nuk mundesh po përqendru me individa. Nuk është e përqendruar vetëm tek populli, po, te fisi Kurejsh apo te banorët e Mekës, por masa pak ma për njerëzimin, mball njerëzimin. Edhe kjo është shumë e rëndësishme e kuptuan ata që i bashkoheshin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë kuptuar qëllimin, çka është qëllimi. E kuptuan çka është pejgamber. Nëse ty të ndal një shajt me dikujt, nëse ty të ndal një ofendim me dikujt, nëse ty të ndal një etiketë që ta nxjet dikush, atëherë ti s'e ke kuptuar, ose një shqetësim, atëherë ti nuk e kuptu drejt thirrjen Nuhit alayhis salam, që është realisht edhe thirrje për neve. Plotësimi, çdo pejgamber e ka plotësuar fen Allahu azza wa jall deri ditën e fundit. Masi ndërton anije Nuhi alayhis salam, fillojnë talljet. Sikur që dikush kur thirr dinin e Allahut, thirr bamirësi, thirr paqe, humanizëm, që dikush ndoshta nuk e percepton me trunin e vet, edhe realisht e fillon tallje. Mënyra më e lehtë për ta diskredituar dikan, fillon tallu, edhe bën hajgare. Podcasta. Këtë dynja ka podcast. Ligjërata, po këtë dynja e ligjeron. Do të thonë, ti nuk je më i mëshmi dynjas me na tregu neve dinin. Çka është sot vërshimi, edhe çka është sot anija. Vërshimi, do të thonë ti më sprit që ka marrë sin kohën e Nuhit alayhis salam. E tash ndodh situata që ne ta kuptojmë më drejt këtë anijen e Nuhit alayhis salam, ta kuptojmë vërshimin e Nuhit. Vërshim nuk është vetëm që ty me të mbulu uji. Vërshim i Nuhit alayhis salam, popullit Nuhit nuk ka qenë vetëm ty me të mbulu me ardh një det Zoti me ta pru që ndoshta në shtetin tanë dhe vendin tanë s'ka det. Vërshim për ty është kur ti noton definitivisht në lumin edhe në detin e mëkateve. Do thonë për mu, edhe për ty, edhe për çdo njërin prej besimtarëve, do thonë nëse mendon që vazhdon edhe i je mëkatar aktiv, edhe nuk i bindesh urdhrave të Zotit, edhe nuk i bindesh fjalëve të pejgamberit alayhis salam, nuk i bindesh atyve obligimeve që ti ki borxh me realizu.
Do të thonë, ne nuk i kena vetëm obligim, se ka dallim ti se obligim dhe ka dallim ti se borx. Unë mendoj që anija e Nuhit alayhis salatu wasalam është realizimi i urdhrave të Zotit, jo vetëm sa më thon e realizova, po për pikmëri. E dyta është praktikimi i sunetit pejgamberit alayhis salatu wasalam pavarësisht akuzave që mund me t'i bëjë tjertë. E treta është respektimi i kombit tan edhe respektimi i asaj çështjes që nuk kundërshtohet me fejen tënde. E pesta, e katërta, edukimi i jot qoftë në baza familjare, që urdhëron feja e Zotit, apo qoftë në baza arsimore, që janë karikula shtetërore në Ministrinë e Arsimit që çdo shtet e ka caktuar në jetën e vet. Do të thonë kur e sheti anijen e shpëtimit, se për shembull nëse ndalim edhe kuptojmë tash më drejt. Unë jam bab, edhe ti je bab. Unë kam fëmijë, edhe ti ke fëmijë. Edhe unë, edhe ti, fëmijën ton e dojmë mas shumë ti prej këtyve. Edhe kur ndalesh ta shikoj që një fëmija jot nuk të bindë ty. Është shumë ndjenje keqe për babën që fëmija mos m'ju bind prindit. Normal, kur ti e thret fëmijën tan për me ardh mi zbatu urdhrat e Zotit edhe mi largu për aty veprave që lagën. Realisht me shpëtu nga vërshimi që mundet me kaplu në të ardhmen e afër që e kemi çdo ditë që e hajmë të ardhmen ton. Edhe tash kur baba dhe nana e edukojnë fëmijën, edhe ai nuk e merr edukimin, për ty ja lip me qenë ki sinjal që mund dal apo sinjal me vazhdu. Nëse kupton si sinjal që ndalësh, sikur Nuhi alayhis salatu wasalam që non stop e ka thirrë fëmijën e vet, nuk ka qenë kjo fjalia e vetme që i ka thonë hajde me neve, po në vazhdimsi e ka thirrë fëmijën e vet derisa mo erdhi urdhri i Zotit për munda. E jo nash me kuptu, fëmijën tan për ta eduku çdo ditë, ama çdo moment ti lip me thirrë fëmijën tan drejt edukatës, drejt moralit, drejt mirësjelljes, drejt sjelljes, domethënë drejt shembulltyrës që lip me qenë fëmia jot shembulltyr. Po nëse nuk ndëgjon, çka më bë? Pela punën pela edukimin karshi fëmijësa, po dështon mision. Nuhi alayhis salatu wasalam li më qenë për ty shembulltyr që ti mos me dështu asnjëherë në misionin që e kije për fëmijët e tu, edhe vazhdimisht e thirr fëmijën tan deri në momentin deri në momentin që Allahu azza wa jall ty të ka dhënë frymë. Deri në momentin që ti ke më dorëzu emanetin tek Allahu azza wa jall, ti lip me thirr në edukimin e fëmijës tan. Do thonë kjo lip me qenë ajo anija që ne lip me kuptu vazhdimisht Nuhit alayhis salatu wasalam, e vërshimi është ajo mosbindja ndaj urdhrave të Allahut edhe të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Sigurisht kur pyetet Imam Ahmedi për lumturinë, thotë lumturia është kur fuset kauma e djathtë në xhenet. Atëherë njëri e sheh realitetin e lumturisë. Apo siç thotë Ibn Abi Dunya në librin Wasful Janna, për shkrimin e xhenetit, dhe bën një hadith prej Abu Hurajras radhiyallahu anhu, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam të thonë kur besimtari futet në xhenet dhe i sheh ato bukuritë e xhenetit, po të mos ishte mëshira Allah do të vdeste nga gëzimi. Aq shumë emocionohet, aq shumë e përjeton atë gjësa që ajo knasi e modhe nëse kish me qenë dunja i shkon shkak i vdekjes tina, por në xhenet po dyshim s'ka vdekje. Pasi huaj në xhenet shumë gjëra që syri s'ka pa, as veshi s'ka dëgju, as mendja kur s'ka shku. Zotin e mban premtimin e tij dhe robi e din që atë lule që e shenë në xhenet ajo kur mos zhyshket, ajo shtëpi kur mos vjetrohet, ato rroba kur mos prishen, ajo një kur mos përfundon. Nga ky aspekt në xhenet asnjëherë nuk vjen as lodhi, as dëshpërim, diçka e pakëndshme. Për këtë aspekt realiteti i lumturisë në dunja është i shkurt. Nëse blenë një makinë të mirë, ajo zgjat 10 ditë maksimum, pastaj një gërvishje vogël e hub gjithë atë knasi. Apo atë shtëpi që kena një tërmet i vogël mund me bashkaktar, mund dërmu, mund dëmtu. E kështu me radhë, edhe jeta jonë, sot jemi, ka mundësi të sot që jemi. Shëndosh mirë, nesër ka mundësi Zoti me afrohet dhe smundi. E kjo është, në dunja gjithçka është e kufizone, qoftë edhe nga aspekti i lumturisë, po qoftë edhe nga aspekti i vujtjeve, i lodhjeve, kështu me radhë, ndaj në Zotin na bëj xhenetin vend strehim tonin, në atë vend që përfundon lodhja, përfundon gojlja e kësaj bote. E përjetshme. Por në komunikologji ka diçka që nuk është vetëm të flasësh. Ka diçka tjetër kur flet. Dhe personi që dëgjon a kupton atë që e thua ti, mënyrën si e kupton, mënyrën si e përcjell ti dhe pse e përcjell, a ke interesa personal apo edhe shumë për shembull komunikologjia moderne në biznes ka interes personal.
Do ti flet bukur për arsye se ke një interes që dush me fitu klientellën ose X Y-in. Me ofru produktin, shërbimin edhe u desht me u ndal dhe me mendu se komunikologjia e Muhamedit alayhi salatu wasalam është ajo vule e komunikologjisë. Ai i cili nuk ju fliste njerëzve, ju fliste zemrave të njerëzve. Atë të cilin nuk e dëgjonin vetëm veshët, po qetësoheshte zemra dhe rahatoheshte shpirti. Pra kjo formë u desh mu paraqit libër dhe pastaj erdhën në përfundim dhe dashja Allahu xhaleshanu që të punojmë dhe të arrijmë në këtë që mundum. Për arsye se shumë mirë të sekët se në komunikologji është shumë e rëndësishme niyeti, qëllimi. Pse ti i drejtohesh dikujt? Profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka komunikuar me njerëzit, qëllimi i tij ka qenë të shpëton. Tua tregon rrugën e drejtë, sakt, rrugën e mirëfill se si duhet të jetojnë jetën e këtë botë që pastaj në botën e pastajme në ahiret të kënaqen në begati dhe mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. I dërguari Allahut nuk kishte për qëllim i fitu debatet. Qartë. Nuk kishte qëllimi i tij me dal triumfues në biseda, për arsye se nuk shujtje poezi, nuk kundërvim me poezi, se poezisë dush me shujt poezi, për me dal poezia jote më e mirë, ai nuk shkruajti asnjëherë. Pastaj as nuk i transmetoi asnjëherë. Asnjëri nuk e mësoi përmendje, as nuk i obligoi sahabët që të mësojnë përmendje, që neve ti dim sot. Por ai qëllimin e kishte ti fitoi debatin, s'ka problem. Na do të fitojmë zemrat. Se është zemra ajo që më duhet mua. Dhe është pak e rëndësishme kush ka retorikë të fuqishme, është shumë e rëndësishme kush i ofron njerëzit me Allahun xhaleshanu. Pra, kishte edhe objektivi kryesor i të dërguarit Muhamedit alayhis salam. Pra ti njoftojmë njerëzit me Zotin. Ti largoj njerëzit nga rruga e gabuar dhe ti njoftojmë me Zotin. Që ne kërkojmë, si me thonë, pjesëmarrjen e muslimanëve nivele pak më të larta. Ne kërkojmë që muslimanët kenë dikush i cili mbron interesat e tyne, kërkon drejtat e tyne, ama krejt kjo përmes është zëni i tyne, po. Vetë se fatkeqësisht këto kërkesa shkojnë përmes do politikave identitare që ndoshta nuk përkojnë shumë me këtë identitetin fetar. Kështu që ne, për shembull, ti ke për shembull një grupin tënd, unë një grupin tim, e gjithë veprimtaria ime politike është nga këndvështrimi identitar i këtij grupit. Tash, mund grupi im grupi interesit i qenë. Grupi interesit. Mund që grupi interesit tim atë politikën e bazon në identitet kombëtar, ky tjetri e bazon në një ideologji tjetër, kështu që ai interesi i muslimanëve, të cilët përbëjnë një numër të madh, një përqindje të madhe, sidomos flas Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, ku përqindja është shumë e madhe, interesi atyre të cilët janë musliman mbetet i fundi për shkak se të gjithë këto muslimanët që veprojnë në bazë të identiteteve të ndryshme, nuk veprojnë në bazë të identitetit fetar. Veprimtaria ime është nacionaliste, veprimtaria ati është diçka tjetër. Kështu që kërkesat e tyne nuk përkojnë me nevojët e popullit se ai nuk e sheh atë si çështje prioritare. Shpesh, subhanallah, ne shohim që madje disa i cili emrin e ka Ali edhe filan, ai turprohet, Abdullah, Muhammed, ai tjetë, turprohet të identifikohet që është musliman. Ndoshta për Bajram e bën një urim, thjesht nuk e di pse. Kur vjen puna me paraqitje të publike, i akuzon musliman se ato në se janë fajtor për disa probleme që i kanë disa politikanë bashkëkohor që i kanë arrestuar ato liderët e UÇK-s. Ne dusim Allahun që Allah i liron sa më shpejt. Dimi se lufta e UÇK-s ka qenë luftë e drejtë, por ku e merr atë guximin otomanat me i fajsu për gjendjen tonë. Allah. Kuptohet që dini Allahu te bareke ve teala prek gjitha rrafshet e jetës. E kuptohet që këta muslimanë të cilët na përfaqësojnë neve, përfaqësojnë pjesë të interesave tona, mirë po jo në emër tonë. Ai ka atë grupin e interesit ose identitet, agjendën e vet, punon brenda asaj agjendës. Fatkeqësisht ne e dimë që në vendin ton gati se politika nuk është ideologjike. Ne e dimë që tek ne ka mundësi që të ndodh një koalicion të dy partive me ideologji kontradiktore. Këto ne mos them ekstremin e djathtë. Kjo e majtës krejtësisht, kjo e djathës, këto vinë dhe bëjnë një koalicion për qeverisë. E kupton? Që tregon që politika nuk është e bazuar në ideologji. Politika është e bazuar në disa interesat përbashkëta që i kanë do grupet caktuar. Po. Darja e tallit, po. Cila është mënyra më e mirë që njeriu ta
vërteton dashurinë që e ka ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Secili është prej njerëzve ose spaku muslimanin përgjithësi, i cili thot la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, e ka një dozë të dashurisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kjo varet, domethënë dashuria edhe urrejtja janë që dallojnë. Qysh me vërtetu njeriu që e don dikon, po edhe për shembull në jetën e përditshme. Nëse dikush thot e du babën edhe nënën tjetër për shembull, është ai i cili i rrahe, i ofendon, nuk i sillet mirë me ta. Atëherë njerëzit në jetën e përditshme thonë ti vesh po pretendon se nuk e vet unë se letë don babën edhe nënën ose dikon dashurinë në sjelljen tënde. Po, në sjelljen tënde. Domethënë edhe tek njerëzit e thjeshtë, domethënë kjo në jetën e përditshme tregon se ata e kanë një farë lloj kriteri të vlerësimit se apo don apo nuk e don. Personin e caktuar. Dhe kjo po ashtu edhe ka të bëjë me dashurinë tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili thotë që e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është ai i cili i nënshtrohet urdhave të tij, largohet prej ndalesave të tij. E don ato që e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ndonjë mospajtim ose ndonjë çështje atëre kthehet tek suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim rahimahullah në fjalët e tij thotë pasha Zotin tënd, ata nuk kanë besuar derisa të mos të bëjnë ty gjykatës me sa thonë çka ka ndodhur mes tyre dhe pastaj mos të ndjenë në vetën një falloj shqetësimi, një falloj domethënë paknasie në asaj në ato çka ke gjyku. Domethënë thotë Ibn Qayyim rahimahullah edhe bilësisht të dorëzohen, thotë Ibn Qayyim rahimahullah se këtu thotë vërehet njeriu. Domethënë sa njerëz kishin dashur thotë që filan dispozita mas me ekzistu. Sa motra e cila domethënë është urdhëruar me mbulesë, ndoshta kishte dashur që Allah azza wa jall mos më obligu mbulesën ose mos marrë në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose gjëra të ndryshme, domethënë dispozita të ndryshme të cilat vijnë ndeshme me epshin, me egon, me ideologjinë ose me kulturën ku ajo është rrit. Domethënë sa njerëz ka të cilët ndoshta në aspektin e jashtëm është që i nështrohet, sepse detyrohet. Mirë po në aspektin e brendshëm sigurisht është një farë paknasie ndaj asaj çka ka ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ajo që na sqaron neve më shumë është ajeti kuranor që ajeti që është i sprovës, ku thuan nëse doni Allah azza jalla atë pasoni mo. Po edhe domethënë pasimi ose juve Allah. Që të dënë juve Allah. Domethënë nëse doni Allah azza jalla, duhet të pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po edhe kush e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Oço, besoj që sicilla kohë ka pas sfidën e vet. Domthonë sicilla periudhë kohore, ne jemi duke jetuar me një periudhë kohore ku sfida e jon si shoqëri, po edhe si prindër në veçanti, është rrjetet sociale. Ku për hir të vërtetës edhe mosha më e shtyrë është moshë shumë e varur, duke filluar edhe prej neve, jemi votë varur nga rrjetet sociale, ne kanë imponuar edhe neve fetarëve edhe atyre ndoshta intelektualëve, për arsye se me shiku një lajm i cili është më i shpejtë dhe kështu me radhë. Si sfidë shumë problematike të këtë fazat e njerëzve, e jetës, mirë po të rinia është pak më specifike për arsye se aty është ai brumi ku formohet karakteri dhe personaliteti shoqëror. Në momentin që dështojmë në formimin e karakterit ton, në formimin e personalitetit ton, atër defekti do t'jese në të armë më i keq. Fëmijë i cili janë 12 vjeçar ose 10 vjeçar tash për fatkeqin kemi rrjete sociale ku nuk ka dhe kushte ose nuk ka filtera se në çfarë moshe duhet të kyçet. Atje edhe është edhe me një e trus aty që i kam plus 18 edhe kryet puna, nuk ka filter i cili e pengon. Pastaj prindrit të cilët për fatkeqin këtë jemi të kyçur në rrjete sociale, në mungesë të kohës që të bashkëbisedojmë me fëmijët, ne jemi të gatshëm që t'ju legalizojmë atyre kyçjen edhe atyre në rrjete sociale. Pastaj ajo e ka na lojnë rahat ne. Po, aty dashur me dal. Pastaj e ka atë feedbackin e keq. Për arsye se duka hungur buk në tavolinë, gjithë së bashku shikojmë rrjetet sociale. Pastaj edhe gjatë qëndrimit në sallonet tona, shembull shpeshherë kam cek ka rasti, ne më shumë qeshme me prindërit tan me shkronja se sa në realitet me buzëqeshje.
Për arsye se prindërit kemi bërë tash grupe familjare, një pedaje me motra me sen, edhe tash aty për shembull është i kiqur edhe prindi. Aty e çet një foto ose një status ose një shkrim, në tash çeshmi. Mi po realisht po ta bojnë në mënyrë fizike, e qeshura nuk do të jetë live, po, nuk do të jetë në nivelit të tillë. Para ata, ndikimi i rrjeteve sociale ka humbë edhe aspektin shoqëror, social, familjar. Kur njeriu nuk ngopët, nuk është i ngopur i ngim me atë çka e posedon, ai vazhdimisht do të jetë në ndjekjen e epshit. A epshi siç dihet, po nuk e kanalizove, e fute në binar, ai do të bosh robi i saj. Sot shembull, pyetja shumë reale do të ishte hoxh me pyet vetveten edhe të tjerë mi thon, a ne kontrollojmë telefonin apo telefonin neve? Që realisht, siç e theke, se ka sot edhe statistika ku njerëzit çndrojnë domthonë me orë të tëra, me 10 orë të tëra në rrjete sociale, shumë po të nalmi, tash unë shka feedbacki i dobishëm prej qëndrimit ton. Megjithëse ka, tash interneti ose rrjetet sociale janë shpall me dyteja. Geopolitika nuk është sikur më herët. Jo. Nëse në të kaluarën kanë ekzistuar 2 pole që kanë ndikuar, do të thonë lindja dhe perëndimi, sot kemi bota multipolare quhet, ka shumë ndikime. Ka fuqi rajonale, ka ndikimi mediave shumë i lartë, pastaj kemi ndikim të njerëzve individ që i përmendet ato streamers edhe youtubera që vetë me aftësitë e veta bëhet ndikues në mindsetin apo në mënyrën se si mendon një i ri, edhe pastaj ne themi këto janë ato që më shumë janë ndikuar apo përhapin. Cila është ajo gjenda jonë? Në çka thrasim ne, edhe në çka thrasni ju, edhe ti bëjmë krahasimin cila është më shumë agjenture huaj e cila është më pak agjentore. Do ta shohim se muslimanët thrasin njerëzit që ti përmban traditave që janë të mira, trimërisë, guximit, bujarisë që kanë pas shqiptarët, besën, mos me qenë tradhtar, mos me qenë i pamoralshëm. Këtë janë këto, edhe nëse janë të themi kushtimi i ndikimin e turqëve apo në ndikimin e arabëve, këto pjesë të kulturës tonë, le të jetë ashtu. Po shikosh ka i të përhapti. I të përhap kohësimin e fëmijëve tuaj nga gjuha e tyre, nga traditat e tyre, nga kultura e tyre. Në vetëm se tash me rinjall tash një plakë e cila ka jetuar ndoshta vitet 80 dhe me çun me ndonjë ndarësëm të shqiptarëve. Thot ku është në Francë? Ku jo, ma jo në Francë? Çashtu është. Ne jena tu fol për zana të një pakicës në popullin tonë. Në popull i cili është i njohshëm për tolerancën fetare ose ndërfetare. Tamam. Ne kemi domethënë populli jonë. Kjo është nga Islami, se dominues kanë qenë muslimanë. Kishin dashur ato me shiko, me ushtruar tolerancë. Kishin dashur me ushtruar jo tolerancë. Me një herë i kishin përjashtuar këta. Ju jeni më ndryshe, po sot pakica përjashton shumicën. Edhe do me thonë krenot mesin tonë është kultivuar toleranca ndërfetar. Kush e ka kultivu këtë? Shumica apo pakica? Përgjithsi toleranca nuk varet për pakicës, varet për shumicës. Se shumica është ajo e cila tregon tolerancë, jo pakica. Pakica, si me thonë, shikon tek shumica, mos po më shirojnë këto. Unë i respektoj shumicën për faktin që janë ashtu. Por shumica tregon tolerancë, ai mund tregon çfarë? Mosdurim, jo tolerancë. Kështu që kur i vishet populli ton toleranca ndërfetare, unë them që kjo ju vishet ndershmërisht shumicës, ato kanë qenë musliman. Po fatkeqësisht sot ne kemi ra, do me thonë që shumica tjetë e sulmuar nga një pakicë e marginalizuar fatkeqësisht, edhe tjenë teme debateve të ndryshme. Vetë fakti kur të menosh me fol për sahabët e nderuar, flet për shokët e pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. Edhe që logjikisht të bjem me kuptu se me qenë shoqëruesi Muhamedit alesem është dash detyrimisht me qenë i dallon. Për arsye se ka qenë vula e pejgamberisë, pejgamberi më i dallon mesën e gjithë pejgamberëve, më i ngritur, më i dashur tek Allahu dhu xhelal. Dhe për ta Allah ka zgjedhur gjeneratët më të dalluar. Më të dalluar. Për këtë edhe Ibn Mesud radhiyallahu thot Allahu ka shikuar zemrat e njerëzve dhe zgjodhi pejgamberin Allah në zemrën më të përshtatshme për ta vendosur aty, më thonë udhëzimin, shpalljen. Pastaj për zgjedhje prej zemrat njerëzve kush do ta shoqëroj këtë të durat të Zotit. Detyrimisht është kanë e përshtatshme që Muhamedi të vjen së bashku me përkrahësit e tij që të gjithë janë në nivel bajgi të ngritur.
Do të thonë sahabët e kanë vlerën për shkak se janë përgjigj thirrjes Muhamedit alayhis salam. Ndërkohë që Haxha i tij ishte armiku më i përbetuar. E familjar të afërm edhe për shembull ke edhe raste të pejgamberët e tjerë. Djali i Nuhit nuk e pranoi sepse donte Nuhi, po a detyrimisht mund ta bëjë musliman? Jo. Gruaja e Lutit alayhis gjithashtu. A mund ta mirte me vete? S'mund. Nuk është kjo çështja e tij. Po e bile për të Ebu Bekri është potencuar kjo me tekst. Të gjithë kishin hamendje për ta pranuar Islam, por që Ebu Bekri në fillim. Leqë është i pari, pas nuk e ka vënë në diskutim pranimin e fesë islame. Që është i pari prej burrave që ka pranuar Islamin, domethënë prej 5 të parëve. Zbashku ku ishte bashkëshorti Muhamedit alayhis salam, ku ishte Aliu radhiyallahu anhu, edhe Ebu Bekri Azeti bëthëm, që shërptori i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë, kur flasim për sahabët, detyrimisht neve na shkon në mendje një pasqyrë. Kush e pasqyrën e sahabëve? Këto të mëdhejt. 4 halifet, pastaj Ibn Mesud, Ibn Abbas, të përgëzuarit me xhenet. Këto janë ata që të hapin një pasqyrë të sahabëve. Në mesin tyre më i dallum bile që ka, domethënë, deklarata unanime që është më i miri i tyre. Çdo pejgamberi i Allahut, edhe Ibrahim alayhis salam, padyshim se do të mbetet një model i gjithë umetave, por edhe si model i jonim këtë kohën tonë si umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke pas parasysh se të çdo pejgamber ka pasur devijime të ndryshme, te Ibrahim alayhis salam ka qenë politeizmi në kohën kur ai ka qenë pejgamber. Dhe adhurimi i objekteve në natyrë, dielli, hana, edhe parat Ibrahim alayhis salam e ka kërkuar të vërtetën. Mirë, po në këtë rast këshilla jonë dhe rinia muslimane sot duhet të ndjeke modelin fillimisht duke mendu dhe hulumtu. Në atë kuptimin duke mendu dhe hulumtu mbi shenjat e Allahut në natyrë dhe në univers. Nëse na kështu e mësojmë rinien tonë në kohën e sotit, sepse shirku i asaj kohe ose politeizmi i asaj kohe ka ndryshuar me politeizmin dhe shirkun e kohës së sotit. Nëse në atë kohë ka pasur lloj gjëra që cilat kanë adhuru, nuk do me thonë se sot njerëzit nuk i adhurojnë ato për mënyra të ndryshme, ose mënyrën të modernizuar të shirkut ta quajmë këtë emën. Nëse atëherë idhull ka qenë për shembull dielli, sot e kemi idhull pasurinë, famën, edhe njerëzit që kanë ndikim. Kur besimtari e mëson fejen si duhet, dhe kur besimtari shkon pas librit Zotit si duhet dhe i merr porositë e pejgamberit alayhis salam, ai do ta gjen vetveten dhe do të ketë argumente në këtë aspekt. Pastaj nuk është këtu edhe e kundërshtuara që zhvillohet ajo që ka quhet mendimi kritik, duke mos i pranuar çdo ide pa e shqyrtuar dhe pa e analizuar mirë. Tu mendimi kritik e ka për qëllim mendimi kritik ndaj besytnive, ndaj besytnive të kota. Se të na për shembull sot kemi besytni të lloj-llojshme. Ju besojnë hajmalijave, ju besojnë gjingjive, ju besojnë fallxorëve, e pi kafën, mas e pi kafën atë bereqet, e shtermon filxhanin, i beson filxhanit, i kemi në këto lloje, por besimtari... Ose se kalon maca e zezë. Maca e zezë se kalon zban me kalon atë rrugë. Muhabetet të ndryshme varet nga cila on e popullatës dhe nga cila on... Dikujt presin që tu lexon fatin nëpërmjet letrave. Po, ti ki po pastaj disa për me ta mbrojt kerin, për shembull, e keqa e vlen atë patkojnë e kalit, ose brinat e dashit të dera, e kështu me radhë. Sendet të lloj-llojshme varet pse li vend. Por na kur themi domethënë modeli duke zhvilluar mendimin kritik, edhe duke mos i pranuar çdo besytni ose çdo ide. Se Ibrahim alayhis salam nëpërmjet mesazhit me diellin, me hënën, me yjet, ka dashur me ju tregu popullit të tjerë se këto nuk ju bëjnë dobi. Nuk kanë mundësi as vetveten me ndihmu, si mundni ju që keni mend në kokë që jeni të mençur, që e besu se këta objekte në natyrë, trupa qiellor me pas ndikim në jetën tuaj. Por atë edhe kështu rinia do të marr këtë si model se me i vlerësu gjërat edhe mos me leju që dikush me ndiku të ata që ta devijojnë rrugën, të largon nga rruga e drejtë duke filluar me besu në besytnit e këtilla. Sa por në fund më thonë na basimi edhe në rrjetet sociale të kyçën të gjitha llojet e rrjeteve, edhe pyetjet janë
probleme janë shumëta, sa që nuk kemi mundësi Instagram, TikTok, Facebook me këtu i përgjigje dhe kemi nalë mundësin, e kemi lanë veç WhatsApp-in e Viberin, tash edhe në WhatsApp e në Viber, dhe më thonë, mesatarja është 500 mesazhe ditore, ose dhe më thonë, ajo mesatarja, herë kalën, me ra nuk bjerë, por nuk flasë ma s'kanë për faktin se s'kam mundësi, dhe më thonë, thjesht ndërgo voice ose shkrem. E shot shpeshe qeli TikTokin, TikTok e zakonisht i qeli mesazhet në ditë i këshirë në mund që në thëmon plus e qëta aty, dhe më thonë, pse po du me thonë këtë para shikuzve tuaj që nuk po flas me hamendi, dhe më thonë shumë jam i kyqën në qëto probleme. Ndaj, me plot gojen e them, dhe më thonë që na përderi sa nuk jemi kyç në mënyrë direkte me njerëzit, se rrjetet sociale ose edhe WhatsApp, Viber, këto format e komunikimit na kanë mundësi neve që me trokit në derën tonë ose në tena me trokit prej shtëpisë vet, edhe ajo gruaja, ajo vajza, ajo nona, ajo gjyshja ose ai baba që është në fund dunjas atje, ose edhe në shtëpinë e vet ku s'ka mundësi me të taku kur qysh për ta çënë një mesazh. Andaj unë sinqerisht nuk kam besu që ka disa problematika të natyrave të ndryshme, derisa nuk i kom pa në praktik. Sa që kanë fillu disa gjana me bo aq rutinë, ose si me thonë me më bo jo më të çuditshme, sa kur më thot dikush, as po çuditësh jo, se për ditë janë ty një qëto. Ato problematika, mas pari, më falë, para se me hynë të problematik, do të bëja një ndarje familja, dhe më thonë të familja, kemi, dhe më thonë, familjen burë e grua këto, një, ose një familje madhe, pastaj aty ndahet burrë, grua edhe fëmijë. Tash domthon gjithë secilla zakonisht problemet burrë grua ndodhin, po problemet burrë grua fokusohen zakonisht të drejtat e secillit. Domthon a ka mund drejt çështu, a ka drejt burri çështu. Domthon kjo pikë. Pastaj ka ndërthurje të drejtave. Edhe çka është interesant një shembull se ndoshta ndërkohë do të përmendim një shembull se përvoja po të mësoj këto gjëra që ndoshta në libra suni lexon, kam pas rast domethënë kur burri me gruan më kanë pyet, domethënë burri pyet veç, gruaja pyet veç. Gruaja pyet para dite, burri mas dite, edhe secili e bën pyetjen në atë formën atij që i përshtatet. Derisa kanë kalu dikun 2-3 muaj edhe po më shkruan ai burri pak më, hoxha tha, bën me më kallzu, tha mos është të pyet edhe gruaja, tha ty. Thash po ku e di kush është gruaja jote, a din se lash. Po më thot kështu ka edhe lypa në internet, thash po. He tha myta, tha tu shty me ta, e tha ti tha më thu kështu, ajo tha jo, më ka thonë hoxha se ka zënë emrin. Kur i merr pastaj edhe i rregullon ai pyetjet e veta, edhe ta sa gjithë secili ka pyetjen pastaj në formën që shi përshtatet. Prandaj, domethënë këtu kena marrë mësim që do të më pas kujdes. Na dim në ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ka njerëz që dinë me lut me fjalë, edhe po. Edhe po ashtu hadithi tjetër që ndodh që dikush vjen edhe të është më jaft se sa tjetër edhe ja jap hakin këtij, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po le ta dinë që ka me bajt përgjegjësinë në botën tjetër. Prandaj kemi probleme burr-gru, zakonisht për të drejtat e tyre, pastaj fëmijë edhe prindër. Fëmijë edhe prindër, fokusi kryesor i problematikave është fëmijët zakonisht që pyesin ankohen për prindërit e tyre masi këta fëmijë rrit. Duke u gjujt fajin, baba kështu, baba ashtu, ose nona kështu, nona, zakonisht te edukata ose te përgjegjësia që s'ka marrë prindi përgjegjësi. Kurse prindërit e kanë të kundërt të djalis për mgon ose çika ose po nuk më respekton. E kur ta shet ti domethënë që edhe te bashkëshortët, edhe te bab fëmijë ose non fëmijë, këtë është çështja tek edukata islame, domethënë burri me gruan mund të zgjidh problemet nëse punojnë me islam. Prindi nuk do të ankohet fëmia nëse kish mos sjell me islam me ta, domethënë kish më u tregu që duhet me edukuar atje që ku të rriten. Prandaj kur po rritet ai bën po 18 vjet, 20 vjet ka nonë që më thotë më hoxhem ka dal fëmia prej shtëpisë ose s'po më ngan anë, ma bën nevojë ja dërgoj djalet apton si lloj edukim këshille. Edhe i tham a ke pas se hoxha kur koni vogël me mësu jo, a është fal djali të krye fal ti, po ti ai fal jo asune, halo se komunis ose çta është komunis. Është bavon, sa vjet i ka djali? 20 vjet, u bavon për djalin. Na akoma funksionojmë si shoqëri me traditën, domethënë edhe të vjerrive, domethënë baba, nana, burri, gruaja, djali, çika. Edhe pak më e gjerë. Këtu ka problematika zakonisht vjera nusja ose kunata motra burrit nusja. Këto edhe i vrejune si problematika.
Më thonë, këto pak a shumë nëse i ndajmë si e pastaj ka inspirohen, shumicën e rasteve inspirohen nga rrethi i keq, por edhe nga rrjetet sociale, pse jo ndoshta nga serialet. Dhe nga mediume. Po, serialet edhe rrjetet sociale, mos komunikimi ose ka rast kur gruaja e caktuar shkon te shoqja vet edhe ajo i thot ti dush më apo kështu vjerrës, dush më apo kështu burrit, ti si çaj, ti si robnesh, ti si ashtu edhe emocional. Dikush i thot burrit nëse nuk e ke rre gruan tënde ti si e burr. Po. Nëse nuk e ke godit me një shuplak, ti nuk ka kështë e burr. Nësa kjo sipas Islamit askush nuk qëndron. Po. Nuk është ti pari burrnisë se ti i dhunshëm ndaj gruas. Bile e kundërta është. Nuk është i burr ai i cili e godet një femër. Po. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, amanet e Resulullah sallallahu alajhi wasallam kanë qenë gravë. Siç është amanet e wasiati Allahut azza wa jalla, amanet ose përgjegjësi prindrit, amanet ulema e kanë përmend i dëbani pejgamberit sallallahu alajhi wasallam istausu bin nisa khaira. Prandaj silloni mirë me gratë ose amanet pjaula përgjegjësinë mbi gratë juaj edhe ata që keni në përgjegjësinë tuaj. Prandaj është e vërtetë kjo që domethënë nuk i nderon illa kerim vetë se i nderumi dhe nuk i nënçman vetë se i nënçmuar, domethënë i poshtri. Se është kollaj me thynin. Njerëzit këtë se në analizojnë, me të vërtetë se është një pjesë e natyrës njerëzore kur ndihet se është më i fortë, më i fuqishëm, si zakonisht nëse nuk është i udhëzuar e përdor atë arrogancën e tij për me nënçmu dikën. Ndërsa realiteti tek besimtari është se cilë llogarit sikur të afërt, sikur ai që është i barabartë me ta, dhe ndaj të cilit sillet ashtu siç na ka porositur pejgamberi sa me moralin më të mirë. Ti e din hadithin ku thot pejgamberi sa se ka premtuar xhenetin më të lartë atij i cili e ka moralin më të mirë dhe sjelljen më të mirë. Shumë më thjesht për ta pranuar përshtatet natyrshmëria e njeriut. Para pejgamberi sa e ka thënë këto në hadithet e tij, më i miri prej jush në xahilet është më i miri në islam. Po, është xahilet. Nëse e kupton fen. Është xahilet, ama ka dikush xahilet dallohet me besnikëri, dallohet me fjalën e dhënë, dallohet, domethënë me shumë tipare të mira. Në shumë tipare të mira. Kjo pastaj kur vjen udhëzimi, kur vjen shumë përshtatet. Përshtatet një tjetrën dhe fare nuk e vend diskutim, për ata nuk ka qenë fare problematike me thonë se ekziston vetëm një Zot, me pranu këtë logjik e pranueshme. Për Muhamedit është e sadiqul amin. Tamam, në rregull. Çfarë në urdhnat? Fardhon, bani lidhje fisnore, mos i vritni fëmijët, adhuroni vetëm Allahun e tjera. Po këtë në rregull është. Çfarë ka të keqe? Ama ti kur ti thush kriminalit, kur ti thush aty të keqet, zullumçarit, edhe ai që mirret me pasuri të ndaluar me haram. Ti thosh se Allah ta ka bë haram këtu, ai tërbohet, se nuk don me ndal haramin e vet. Për shembull sot një sulm i madh ndaj fesë islamit që bëhet për atyre ku i thu se Allah dhe ka ndaluar rakin, e ka ndaluar alkoolin. Edhe thash ai nuk mund ta ndalojë vetes atë, edhe fyn fen pse ai pi vet alkoolin. Pse nuk është natyrshmëria e gatshme me pranu këto urdhat të vetë që janë urdhat e pastërta dhe vetë sa herë për ta ngrit. Që e fisni kraj shpirtin e njeriu shumë, e bëjnë të jetë ta grumbulli i parë i sahabëve ishin të tillë, që ishin të përgatitur bëre për Abu Bekrin, masimi e lë këtu në periudhën edhe para Islamit dhe në fillet e Islamit, përmendet për Aishës radhiyallahu anha, thotë kurse kam pa babën tim duke pi alkool. Kur thotë se kam pa babën tim duke rrasë sejdë në idhulli. Të tillë ka qenë edhe Muhamedi alayhis salam. Pra ishte një grumbull i shoqërisë. I pari për ty me Muhamedi që nuk pajtohej me rrethanat dhe me zullumet dhe me rendin që po ndodhin në Mekë para Islamit. A ka pas njerëz që nuk janë pajtuar me to, po normal, çfarë do të ketë, edhe atë ka pas. Po thonë Ebu Bekri e pranoi, po Ebu Xehli nuk e pranoi. Pastaj e pranoi Uthmani ibn Affan, nuk e pranoi Ebu Lehebi, nuk e pranoi tjetër. Ata qëndruan. Thjesht është çështje e pranoi. Po disa me vonesë. Ebu Lehebi nuk e pranoi. Disa me vonesë. Çështja e vendimit është çështje personale. Allah xhall kur ta ka sjell vendimin që ajo vepër është haram, nuk ta ka imponu. A ka lënë ti zgjedh atë. A do ta marrësh, a do ta zbatosh, a do ta praktikosh urdhin apo do refuzosh. Do ta anashkalesh.
Atëherë është në dorë tonë. Ama pse Zoti neve na kufizon? Jo, nuk ka kufizuar Zoti. A do me qenë xhenemli, nuk nal kurkush, a do me qenë i keq, a do me kanë zullumçar, a do me kanë vrasës, s'u nal kurkush. Zoti çatojnë të e boso dynjaja. Dynja sot ka për keq shembull ka shumë. Po kush është ai që po del dhe po i lufton këto fenomene negative. Mos flasim pastaj në investimet. Ndryshe është ky kur kthehet prej diskotekës por pasojat, ndryshe është ky kur vjen prej xhamisë. Domethënë ky sjell harmoni, sjell dashni, sjell, po e patëm rinin në nivel është gjithçka në rregull. Rrjedhimisht edhe popujt të pasur ose të varfër janë varësisht se sa kanë moshën e re. Popujt që statistikisht sikur që rrijem ne shqiptar për shembull jemi me fat këtë drejtim, moshën mesatare kanë bukur rinore, konsiderohen popuj vital. Është fuqi potenciale. E kundërta, popuj sa do të zhvillum, sa do të avancum, nëse mosha mesatare është e fazës pleqnisë. E fazës pleqnisë është, domthonë, nuk premton shumë. Disfavorë. Mirë po, është gjithnjë kjo mosha rinore premtuese, varësisht se si e shfrytëzojmë, si e orientojmë, se ne mund të kemi edhe të kundërtën rini degenerume, që në fakt jo që nuk janë produktiv, por mund t'jenë në kundërtën e medaljes, do të thotë në vend se të merresh me ndërtim të institucioneve të shëndosha, ndërtim të shoqërisë të shëndosh, ndërtim të ardhmërisë, të projektuesve etj. Mund të merrem me pasojat që t'i bojnë trit. Këto merre shumë thjesht, si ai prindi që mund t'i ketë disa fëmijë, po e marr 7-8 fëmijë, 6 prej tyre janë të hajrit, të mirë, të marë, po një i sherrit i sjell gazepin qaq shumë, sa ndoshta kretë këtë hajrin që e bojnë këta 6 orientohet dhe koncentrohet edhe e shpenzon ma shumë ky i sherrit që është, sepse punte e kësia fatkesisht përveç edhe kanë kosto. Edhe kanë kosto, se unë kur shkaj në përëndim në përgjamia, jo thamë, me dit edhe shteti, edhe gjithë tjerë se sa është mirë që ju keni xhamia dhe i frekuentoni xhamia, do të investonin të ju. Pse? Se pija mashtra e të ti është 2 euro, 2 franga. Ndërkaq pija ma e lira ati që është në këto momente jashtë xhamisë, është 20 franga, 30 franga e ma tepër. Që i bie pra, ajo ka kosto. Me dalë në diskotek, edhe me shku në xhami, me falë jatësien respektivisht, me përcjell në ndonjë tribun, ndonjë ligjërat, ndonjë dallimi shumë i madh në kosto fillimisht. Mos flasim pastaj në investimet. Ndryshe është ky kur kthehet prej diskotekës por pasojat, nëse është i martuar për marr shembull, që i krijon tash me gru, me fëmijë, ndryshe është ky kur vjen prej xhamisë. Domethënë ky sjell harmoni, sjell dashni, sjell gjitha këto tjera. Kështu që rinia kanë nevojë tepër për me gjetë udhën e vet, as pa tepër kur shtohen që sikur në çdo kohë na duket që është më vështirë se sa tjetra që ishte pararendse, kur janë pyetje sfidat, problemet, ballafaqimet. Nëse dje është dashur me rujt rinin prej joshjeve të ndryshme që i ka bo marketingu i madh i ndonjë televizioni, tash nuk është më ashtu. Tash është ky aparati që ne gëzohemi që i kem, gëzohemi nëse na i jep dikush, gëzohemi nëse kemi arrit me pas modelin më të ri, më të fundit, atë që në fakt me marrë me pas sidomos për të rinia, të e ke modelin më të fundit për degenerimin më të shpejt, që mundet me ta bëj.